tjetra, gjojnë këtë se kjo është profeti Muhammed alayhi salam ka thonë pyetja, tha, nëse jeni në këto 3 situata, duaja juaj e sigurt se do të pranohet. Kur trupi fillon dridhet. 1. Kur ti ke një frikë shumë të madhe. 2. Kur fillon të qash lot të vërtet, se ka dhe lot pa vërtet, me qep në xhep, tak? Në këtë rast lutja është e sigurt që pranohet. Mashtrim. Sa rrejnë më bura, sa gënjejnë ulla. Të thuash, ka thënë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe ti nuk je i sigurt që e ka thënë apo jo, kjo konsiderohet tek Zoti mëkat i madh, dhe ti quhesh gënjeshtar dhe mashtrues. Thjesht pse ke dëgjuar që ka thënë pejgamberi dhe nuk je i sigurt sallallahu alaihi wasallam. Thjesht vetëm se transmeton diçka që si i sigurt, hapet një regjistër për ty tek Zoti që quhet regjistri i mashtruesve dhe i gënjeshtarëve. Të futet emri aty, Zoti na ruaj. Prandaj mos ndikohemi edhe kur na vjen një gjë e tillë kështu, të prekemi edhe ta shpërndajmë, sepse futemi edhe ne në zinxhirin e kujt? Në zinxhirin e sharlatanëve dhe mashtruesve. Se kështu e ke parasysh të merr qafë. Nëse jeni në këto 3 situata, duaja ju është sigurt që pranohet kur trupi fillon të dridhet. Se çfarë lidhje ka dridhja e trupit? 1. Ose kur ti ke një frikë shumë të madhe, ose kur ti fillon të qash me lot të vërtet, jo lot krokodili. Sigur, në këto 3 raste, lutja, çfarë në lakësën? Po mirë, më sa budallëj i konsiderojnë njerëzit që shesin pralla të tilla, dhe sa budallëj janë njerëzit që hajnë mufka.